Kjo është e vërtetë vëllezër e motra se përket bashkimit familjar që as avokatat nuk ja tregojnë se normal duan pro t'ja marrin ai para dhe në fund edhe pse dështojnë thonë ç'a më bëna pra u më të mirën. Vëllezër e motra për të gjithë ju që dëshironi pro të merrni bashkim familjar bashortën apo bashortin dhe nuk ja dilni atje ta dhon testin e gjuhës ne, pra dhe thoni hajt t'i nalëm këtu me një avokat se po ka sukses shumë, por qeni të bindur gabim e keni se shumë numër i vogël arrin pro të depërtojnë nga Gjermania drejt për drejt. Prandaj edhe shpërndoni këtë video dhe mos harroni follow metin se keni lajme pro dobishme. Por mos harroni ju më thatë më keni shku shumë që na njohemi disa që kanë pas sukses. Ju i njihni disa që kanë pas sukses, kurse unë njeh shumë që s'kan pas sukses. Janë detyruar ta shkojnë në Gjermani, pra dhe kanë pas kështu rrepsisht urdhër me lëshu Gjermani dhe me shku me bë bashkim familjar pro nëpërmjet ambasadës. Prandaj mos u mashtroni vëllezër e motra, më mirë shtrengoni, mësoni gjuhën, edhe dini që i plotsoni kushtet pro edhe këtu, atëherë bëni aplikimin. Se t'jeni të bindur që avokati normal ju thot po e pravojmë ti merr 2-3 euro në fond, mbi e keq, smujta. Edhe s'ki çka i bën, se s'të garanton. Unë nuk po e komplikoj më shumë këtë video, ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.